Ishte një natë e gjatë dhe e trazuar në shtëpinë e Big Brother Kosova. Ora ishte 3 e mëngjesit kur fjolla u zgju. Zemra i rritë fort dhe mendimet nuk e linin të qetë. Çdo gjë brenda saj ndjente tension, çdo zhurmë e vogël e bënte të dridhej. Ishte si një ëndër e keqe që papritur po merrte formë reale, ajo ndjeje bllokuar, e lodhur dhe e përçarë nga situatat që po përjetonte brenda lojës. Fjolla u ngrit ngadalë nga krevati. Sytë i ishin të kuq dhe të lodhur, por vendimi brenda saj ishte i qartë. Mbledh rrobat me duar të dridhura, një pasqyrim i ndjenjave të saj të trazuar. Çdo palë rrobash që i vendoste në çantë ishte si një peshe që largohej nga zemra e saj. Ajo ndjente se nuk ia vlente të qëndronte më. Tensionet, konflikti dhe presioni i vazhdueshëm kishin marrë mbi të gjithë energjinë, dhe ajo nuk mund ta duronte më lojën kumacja kur mit hedhin valle, ku njerëzit luajnë lojëra psikologjike, intrigojnë dhe krijojnë situata që e lodhin shpirtin. Fjolla ndjeu një përzierje emocionesh, zhgënjim, inat, trishtim dhe një ndjenjë të thellë padrejtësie. Për të, shtëpia nuk ishte më një vend për lojë, por një vend ku çdo veprim i saj vlerësohej, gjykohej dhe shpesh përdorej kundër saj. Ora 3 e mëngjesit ishte ora e reflektimit të thellë. Ajo mendoi për çdo përplasje, për çdo fjalë dhe për çdo moment kur ndjeu se humbi kontrollin mbi lojën ose mbi njerëzit që mendonte se mund t'i besonte. Në heshtjen e natës, vetëm zhurma e frymëmarrjes së saj dhe ndonjë tingull i largët i kamerave i shoqëronte mendimet. Fjolla ndjeu se duhej të vepronte për veten e saj, jo për lojën, jo për publikun, jo për produksionin. Çanta e saj, tashmë e mbushur, ishte simboli i vendimit. Largimi nuk ishte frikë, por një akt vetëruajtjeje. Një akt që tregonte se nuk është gjithmonë e detyrueshme të qëndrosh në lojë për çdo çmim, sidomos kur respekti, qetësia dhe ndjenja e të qenit i vlerësuar janë thyer. Kur ngriti shikimin, një ndjesi lehtësimi e pushtoi. Ndonë se ora ishte 3 e mën. Largimi i Edit nga Big Brother Kosova mbetet një nga pikat më të mëdha të diskutimit për banorët dhe shikuesit. Për shumë të jashtëm, Edi ishte një nga finalistët më të fortë, një lojtar me kulturë, me strategji dhe një qetësi që e dallonte nga pjesa tjetër e shtëpisë. Përse produksioni vendosi ta nxirrte atë jashtë është ende një përpyetje e madhe, sepse në dukje Edi nuk kishte bërë asgjë që të justifikonte largimin. Kur shikonim lojën e brendshme, ka disa elementë që mund të kenë ndikuar. Edi ishte një banor i respektuar, por nuk ishte gjithmonë në qendër të zhurmës, dhe kjo mund të ketë bërë që tensionet e vogla të shtyheshin ndaj tij deri në një pikë kur reagoi emocionalisht. Në të njëjtën kohë, shumë pyeten, kush ka bullizuar më shumë? Kush ka fyer më shumë? Në lojën e Big Brother, shpesh prodhimi dhe publiku reagojnë ndaj atyre që krijojnë konflikte të dukshme ose që reagojnë në mënyrë të fortë ndaj provokimeve. Fjolla dhe Alba janë të njohura për konfrontimet e tyre dhe për fjalët e drejtpërdrejta, por nuk është e qartë se kush ka ofenduar më shumë. Arditi ka pasur momentet e tij ku ka provokuar dhe ka fyer, sidomos në përplasjet me lojtarët më të ndjeshëm. Edi, nga ana tjetër, nuk kishte historik të ofendimeve ndaj publikut apo banorëve, ai reagoi kryesisht si pasojë e provokimeve të vazhdueshme. Pyetja tjetër që lind është, a ishte radha e Edit, apo kishte diçka tjetër që nuk shkonte? Në dukje, Edi ishte një nga lojtarët më të mirë, me shanse të mëdha për finale. Por largimi i tij mund të ketë ardhur si pasojë e një kombinimi, reagimi i tij ndaj presioneve, tensionet me disa banorë që e provokonin, dhe një pamje e përgjithshme që prodhimi vendosi të ndërhyjë për të krijuar dramatizëm ose për të ndikuar rrjedhën e lojës. Në thelb, nuk duket se ishte radha ose një vendim i paracaktuar. Më shumë duket si një moment kur situatat dhe emocioni i akumuluar arritën një pikë kritike. Edi mund të ketë humbur nga mënyra si perceptoi reagimi i tij nga. Ishte momenti i mbërritjes së zarfit. Një nga ato çaste ku koha duket sikur ndalon dhe çdo frymëmarrje bëhet e rëndë. Të gjithë banorët ishin mbledhur, sytë e ngulur te Dini, i cili mbante zarfin në dorë. Pyetja ishte vetëm një, a do të qëndrojë Edi, apo do të largohet nga shtëpia? Atmosfera ishte e tensionuar. Askush nuk fliste. Zhurmat e zakonshme të shtëpisë ishin shuar, sikur edhe muret po prisnin përgjigjen. Dini e hapi zarfin me ngadalë, me një seriozitet që e bëri situatën edhe më të rëndë. Çdo sekond dukej si një minutë. Pastaj, me zë të prerë, lexoi vendimin. Edi duhet të lërë shtëpinë e Big Brother Kosova. Në atë moment, shtëpia u mbulua nga heshtja. Një heshtje e rëndë, e ftohtë, që ra mbi të gjithë si një pllakë. Askush nuk reagoi menjëherë. Ishte një lajm i papritur, sidomos për Edit.
Në fytyrën e tij u lexua shoku. Syt ju zgjeruan, buzët ju thanë, dhe për një çast dukej sikur nuk po e kuptonte çfarë sapo kishte dëgjuar. No. Reagimi shpërtheu nga vajzat e shtëpisë pothuajse njëkohësisht. Ishte një britmë dhimbje, habie dhe mosbesimi. Disa u kapën për njëra tjetrën, disa mbuluan fytyrën me duar, ndërsa disa të tjera shpërthyen në lodh. Askush nuk e priste një fund të tillë, jo në atë moment dhe jo në atë mënyrë, Edi qëndroi për pak çaste i palvizur. Vendimi i kishte ardhur si rrufe në qiell të hapur. Nuk kishte paralajmërim, nuk kishte kohë për përgatitje emocionale. Ishte një ndërprerje e menjëhershme e rrugëtimit të tij, një fund i papritur që la pas tronditje dhe boshllëk. Banorët e tjerë e shikonin me keqardhje. Disa me sy të përlotur, disa në heshtje totale. Ishte një nga ato momente që tregojnë se Big Brother nuk është vetëm lojë, por edhe emocione të forta njerëzore, lidhje që krijohen dhe ndarje që dhembin. Largimi i Edit nuk ishte thjesht një dalje nga shtëpia. Ishte një moment që ndryshoi energjinë e gjithë ambientit. Heshtja që pllakosi pas leximit të zarfit ishte më e fortë se çdo fjalë. Ajo heshtje tregoi gjithçka, Habin. Sipas Edit, loja tashmë ka hyrë në fazën më vendimtare dhe emrat që kanë mbetur janë ata që realisht e kanë mbajtur peshën e këtij edicioni. Për të, panorama e finales është gjithnjë e më e qartë dhe pa shumë dilema. Londrimi, Klodi, Ludo, Alba dhe Labinot Rexha janë 5 finalistët e vërtet të Big Brother Kosova 5. Sipas Edit, këta banor kanë treguar qëndrueshmëri, karakter dhe ndikim të fortë në lojë, duke i mbijetuar presionit, konflikteve dhe nominimeve të forta. Londrimi shihet si një lojtar strategjik, i qetë dhe i zgjuar, që ka ditur të luajë në hije, por me ndikim të fortë. Ai nuk ka qenë gjithmonë në qendër të zhurmës, por ka ditur të pozicionohet saktë në momentet kyçe. Klodi, nga ana tjetër, ka qenë një figurë që ka ndarë opinionin publik, por sipas Edit, ai është një banor që ka ditur të mbijetojë mes presioneve dhe të luajë fort psikologjikisht. Ludo është parë si një lojtar i drejtë për drejtë, që flet hapur dhe nuk i shmanget për plasjeve. Ai ka qenë aktiv, i pranishëm dhe me mendim të qartë për lojën, duke e bërë një nga figurat më të forta të shtëpisë. Alba, sipas Edit, është një nga banorët më të zëshme dhe më të forta emocionalisht, një grua që nuk është tërhequr përballë asnjë situate dhe ka ditur të përballojë presionin me forcë dhe vendosmëri. Ndërsa Labinot Rexha përmbyll listën e finalistëve si një banor me ndikim të qëndrueshëm. Me prani të fortë dhe me një profil që ka krijuar debat dhe reagime gjatë gjithë lojës. Sipas Edit, ai ka ditur të ruajë pozicionin e tij dhe të mbetet relevant deri në fund. Për Edit, nuk ka më dyshime, njëri nga këta 5 do të jetë fituesi i Big Brother Kosova 5. Loja tashmë nuk është më për mbijetesë, por për detaje, për mënyrën se si secili do të menaxhojë javët e fundit, emocionet, publikut dhe presionin e finales. Çdo gabim mund të kushtojë dhe çdo qëndrim i matur mund të shpërblehet. Sipas tij, publiku tashmë po zgjedh mes këtyre 5 profileve të forta, dhe fitoria do t'i takojë atij ose asaj që ka ditur. Nata pas largimit të Edit ishte një nga netët më të rënda për Dolcen brenda shtëpisë së Big Brother Kosova. Gjumi nuk e zuri fare. Orët kalonin njëra pas tjetrës, dritat fikeshin, shtëpia qetësohej, por brenda saj dhimbja vetëm sarritej. Lotët nuk pushuan, sepse largimi i Edit nuk ishte thjesht një eliminim, ishte një goditje emocionale që ajo nuk e kishte pritur dhe nuk dinte si ta përballonte. Dolce qau në heshtje, larg kamerave sa herë që mundej, por dhimbja ishte më e fortë se çdo përpjekje për ta fshehur. I vinte keq, shumë keq, jo vetëm që Edi doli nga shtëpia, por që doli në atë mënyrë. Me tension, me padrejtësi, me fjalë që e nxorën jashtë vetes. Jo si që meriton të një djalë që kishte dhënë respekt dhe kishte luajtur me dinitet. Kjo ishte ajo që e mundon të më shumë Dolcen, ndjenja se Edi nuk u vlerësua për atë që ishte në të vërtetë. Në mendjen e saj rrotulloheshin bisedat, momentet e qeta, të qeshurat e vogla, diskutimet e sinqerta. Çdo cep i shtëpisë i dukej bosh pa praninë e tij. Ishte hera e parë që Dolcen e ndjeu kaq fort mungesën e dikujt brenda lojës. Jo si lojtar, por si njeri, Dolcen ndjente faj, edhe pse nuk kishte pse. Faj që nuk mundi ta ndihmonte më shumë, që nuk mundi ta mbronte, që nuk mundi ta ndalte situatën të shkonte aq larg. Ajo e dinte se Edi ishte provokuar, e dinte se ai ishte shtyrë drejt reagimit. Dhe pikërisht kjo e bënte largimin e tij edhe më të padrejtë në sytë e saj. Gjatë gjithë natës, lotët e Dolces ishin të qetë, por të pandalshëm. Nuk ishin lot për kamera, as për simpati.
Ishin lop të një njeriu që kishte krijuar një lidhje të vërtet emocionale dhe që po përjetonte një ndarje të papritur. Ishte dhimbja e një zemre që nuk fliste dot, por qante, në mëngjes, lodhja I lexoi në fytyrë. Sytë e skuqur, shikimi I humbur dhe heshtja e saj tregonin gjithçka. Dolce nuk kishte fjetur, sepse mendja dhe zemra I kishin mbetur te Edi. Ajo e dinte se loja vazhdon, por gjithashtu e dinte se diçka e rëndësishme kishte ikur nga ajo. Edi, pse dole nga Big Brother? Kjo është pyetja që më është bërë më së shumti pas largimit tim nga shtëpia. U tha se kisha ofenduar publikun, se kisha kaluar kufi dhe se ky ishte shkaku kryesor I daljes sime. Por dua ta them qartë dhe pa ekuivok, unë publikun nuk e kam ofenduar kurrë. Përkundrazi, publiku ka qenë mbështetja ime më e madhe, ai që më ka kuptuar, më ka përkrahur dhe më ka dhënë forcë në momentet më të vështira. Reagimi im nuk kishte lidhje me publikun, por me një situatë konkrete brenda shtëpisë. Nëse një njeri jashtë Big Brotherit do të ishte sjell me mua në të njëjtën mënyrë siç u soll ai person aty brenda, reagimi im do të kishte qenë I njëjtë. Sepse kishte ardhur një pikë ku provokimi, fjalët dhe sjelljet ishin bërë të vazhdueshme dhe të rënda. Nuk ishte një moment I vetëm, ishte një akumulim. Unë jam njeri, jo robot. Kam kufi emocional dhe psikologjik. Kur dikush të shtyn vazhdimisht, kur të cenon, të nënvlerëson dhe të provokon, vjen një çast kur reagon. Ndoshta jo në mënyrën më të mirë, ndoshta jo siç do të doje ta shije veten, por reagon sepse je I lodhur dhe I zhgënjur. Ajo që më ka lënduar më shumë nuk është vetëm dalja, por zhgënjimi. Jam I shokuar sepse njeriu që e kisha më afër, ai nga I cili prisja mirëkuptim ose të paktën korrektësi, ishte pikërisht ai që më goditi më fort. Dhe kjo është ajo që them më shumë në jetë, jo sulmi nga një armik I hapur, por nga dikush që e ke pasur pranë. Prej aty nuk e pret, unë hyra në Big Brother për të qenë vetvetja, për të luajtur me dinitet dhe për të mos ulur nivelin. Kam bërë gabime, nuk e mohoj. Por kur nuk kam pasur qëllim të ofendoj publikun apo të shkel vlerat e mia nëse reagova, ishte sepse u ndjeva I provokuar dhe I shtyr përtej kufive të durimit njerëzor. Dalja ime ndodhi në një moment tensioni dhe keqkuptimi, por kjo nuk e fshin rrugëtimin tim, qëndrimin tim dhe respektin që kam për publikun. Ata që më kanë mbështetur e din kush jam dhe pse reagova. Dhe për mua kjo ka më. Banori më I mirë e la shtëpinë. Largimi I Edit nuk ishte thjesht një eliminim nga loja, por një moment që preku zemrat e shumë banorëve dhe shikuesve. Në çastin kur u shpall vendimi dhe Edi u drejtua drejt derës së daljes, atmosfera në shtëpinë e Big Brother Kosova ndryshoi krejtësisht. Heshtja ra si një peshë e rëndë dhe emocionet shpërthyen pa paralajmërim. Dolce, një nga banorët më të afërt me të, nuk mundi ta fshehte dhimbjen. Sytë ju mbushën me lot në momentin që pa Edit duke u larguar. Ishte një reagim I pastër, I sinqert, pa fjalë të mëdha, vetëm lot që flisnin më shumë se çdo deklaratë. Largimi I Edit për të nuk ishte thjesht fundi I një bashkëjetese në lojë, por ndarja nga një njeri që kishte sjell qetësi, respekt dhe mbështetje brenda shtëpisë, por momenti më I rëndë emocional ishte ai I ishte dashurës së Edit. Ajo nuk foli, nuk reagoi me fjalë, nuk kërkoi vëmendje. Ajo vetëm qante. Lotët e saj ishin dëshmi e një lidhjeje që, pavarësisht së kaluarës, kishte lënë gjurmë të thella. Ishte një dhimbje e heshtur, një mall I pashprehur dhe një ndjenjë humbjeje që nuk fshihej dot nga kamerat. Edi u largua me dinitet, me kokën lart, por pas tij la njerëz të prekur thellë emocionalisht. Largimi I tij tregoi se ai nuk ishte thjesht një konkurrent, por një figurë që krijoi lidhje reale, ndjenja të vërteta dhe respekt të ndërsjellë. Lotët e Dolces dhe dhimbja e ish të dashurës së tij ishin prova e qartë se Edi kishte lënë gjurmë të forta brenda shtëpisë. Ky moment tregoi edhe një herë se Big Brother nuk është vetëm lojë, strategji apo përplasje. Është edhe emocion, lidhje njerëzore dhe ndarje që dhembin. Kur del një banor I tillë, loja vazhdon, por diçka mungon. Dhe lotët që u derdhën atë natë treguan qartë, Edi nuk ishte thjesht një banor, ai ishte një nga më të mirët. Pse doli Edi? Kjo është pyetja që shumë kush po ja bën vetes pas largimit të tij nga shtëpia e Big Brother Kosova. Një djalë fantastik, me kulturë, me qëndrim dhe me dinitet që për shumë shikues përfaqësonte një lojë ndryshe, jo të ulët, jo provokuese, por të bazuar në mendim, karakter dhe respekt. Edi nuk ishte perfekt, por ishte I vërtetë.
Dhe ndoshta pikërisht kjo e bëri të pambrojtur në një lojë ku shpesh fiton ai që provokon më shumë, jo ai që mban nivel. Eddie u krahasua shpesh si një luan i fortë në qëndrim dhe i drejtë në fjalë, por një luan që ra prej një provokimi të vazhdueshëm, të vogël në dukje, por të rrezikshëm në efekt. Një mjush i vogël që nuk e mundi me forcë apo argument, por me gërryrje të vazhdueshme përmes fjalëve ofenduese, nënçmuese dhe provokimeve të ulta. Fjalë që nuk godasin trupin, por lodhin mendjen dhe shpirti, derisa njeriu del jashtë vetes. Eddie u shty drejt kufirit. Jo sepse ishte i dobët, por sepse ishte njeri. U provokua, u ngacmua, u nënvlerësua derisa reagoi. Dhe pikërisht aty loja u kthye kundër tij. Një moment reagimi u përdor për ta nxjerrë jashtë, duke harruar gjithë rrugëtimin e tij, gjithë qëndrimin, gjithë respektin që kishte treguar deri atëherë. Shumë kush mendon se Eddie duhej të qëndronte në shtëpi. Jo sepse ishte pa gabime, por sepse solli diçka që rrallë shihet, dialog, reflektim, edukat dhe ndjeshmëri. Ai nuk e luajti lojën me thika pas shpine, por me fjalë ballë për ballë. Dhe kur i than ulu apo u përpoqën t'i hanin zemrën me ironi dhe nënçmim, Eddie reagoi siç reagon një njeri i lodhur nga padrejtësia. Largimi i tij la një boshllëk. Një mungesë të dukshme në balancën e shtëpisë. Sepse Big Brother nuk është vetëm për zhurmë, por edhe për karaktere që e mbajnë peshën e lojës. Eddie ishte një prej tyre. Ai nuk u largua si humbës, u largua si dikush që u përball me një lojë të padrejtë, ku provokimi fitoi mbi vlerën. Në fund, pyetja mbetet: a duam të shohim brenda shtëpisë njerëz që ndërtojnë apo njerëz që